Diplomati zviceran dhe ish ambasadori zviceran në Beograd, Jean Daniel Ruk, thotë se Zvicra mund të ofrojë frymëzim nga modeli i tyre i qeverisjes për të zgjidhur disa prej çështjeve të vështira në dialogun Kosovë-Serbi. Në një intervistë për gazetën Botasot, Ruk thotë se institucionet e Kosovës mund të zhvillojnë një strategji marketingu që synon ta bëjë vendin më të njohur në botë dhe më të rreqës për investitorët potencial, përfshirë diasporën. Kosova ka fatin të ketë një popullsi mjaft të re me një diasporë dinamike që është ende e gatshme të investojë në vendin e saj. Kjo mund të mos zgjasë përgjithmonë, pasi brezi i ardhshëm do të integrohet plotësisht në Zvicër, Austri ose Gjermani. Tani është koha për të propozuar masa të guximshme për t'i tërhequr ata përsëri në Kosovë, shpreh diplomati. Ruk, i cili ka punuar edhe në fushën e drejtësisë ndërkombëtare, ka folur edhe rreth rolit të dhomave të specializuara të Kosovës, ndërsa si ish ambasador zviceran në Beograd, thotë se Serbia po përpiqet të mbajë një ekuilibër delikat midis Rusisë dhe Perëndimit. Për fat të keq, pavarësisht më shumë se 10 viteve diplomaci, nuk është arritur normalizimi. Kjo është për të ardhur keq, pasi të dyja palët do të kishin interes të madh të gëzonin marrëdhëniet të frytshme politike dhe ekonomike. Zvicra ka tentuar të jetë e dobishme në hijen e procesit të udhëhequr nga BE-ja, por në fund të ditës u takon liderëve në Prishtinë dhe Beograd të bëjnë koncencione të dhimbshme për një të mirë më të madhe. Ajo që mund të bëjë Zvicra është të ofrojë frymëzim nga modeli ynë i qeverisjes për të zgjidhur disa prej çështjeve të vështira, për shembull ato që lidhen me decentralizimin. Shumë anëtarë të diasporës kanë qenë shumë të suksesshëm dhe nuk hezitojnë të investojnë në vendin e origjinës. Për shembull, kompania më e madhe ndërtimore në pjesën frankofone të Zvicrës është në pronësi të zotit Orllati, i cili është i përfshirë në projekte të mëdha të energjisë diellore. Nëse Zvicra është investitori i dytë më i madh në Kosovë pas Gjermanisë, kjo është kryesisht fal diasporës. Mund të bëhet më shumë, veçanërisht nëse remitancat do të shërbenin për qëllime investimi në vend që kryesisht të drejtoheshin në pasuri të paluajtshme dhe konsum. E them me dhimbje, vetëm 119 vende e kanë njohur Kosovën, që është më pak se Palestina. Pavarësisht marrëveshjes së orit të vitit 2023, nuk është bërë asnjë përparim drejt anëtarësimit të Kosovës në OKB dhe organizata të tjera të mëdha ndërkombëtare. Vazhdimësia e retorikave nacionaliste që ushqejnë urrëtie dhe ndasi, qytetarët duhet të dëgjojnë diçka tjetër për të kapërcyer trashëgiminë së kaluarës, shpreh Daniel Ruk. Ai më tej nënvizon se si gjithmonë Serbia po përpiqet të mbajë një ekuilibër delikat midis Rusisë dhe Perëndimit. Pavarësisht retorikës pro-ruse të qeverisë, ajo ka eksportuar indirekt municione në Ukrainë, që nga ardha në pushtet e Vučićit, ai është perceptuar nga Perëndimi si garant i stabilitetit, kryesisht në Bosnjë dhe Hercegovinë. Mbështetja që ai merr nga Perëndimi mund të dobësohet nëse ai vazhdon të përballet me protesta masive qytetare. Për fat të keq, Washingtoni dhe Brukseli janë duke u përqendruar sot në lindjen e mesme dhe në Ukrainë. Ballkani nuk është në krye të agjendës së tyre. Ne mund të ndihmojmë, ndoshta në një mënyrë modeste që lidhet me decentralizimin. 2121 komunat e Zvicrës gëzojnë autonomi të gjerë përfshirë në përcaktimin e taksave. Ndoshta një model i tillë i aplikuar në Kosovë mund të ndihmojë të kapërcehen disa barriera të lidhura me përfshirjen e komunave serbe. Ka disa fuqi që mund të tundohen të përdorin tensionet aktuale në Ballkan për të sjellë destabilitet në zemrat e Europës. Pika më e nxehtë sot është Bosnja dhe Hercegovina, ku komuniteti ndërkombëtar është i përfshirë në një luftë për pushtet me presidentin e Republikës Srpska, Milorad Dodik. Situata është potencialisht e ndeshme.